Përdhunoi një vajzë në plazhin grek. 52 vjeçari shqiptar arrestohet në Maltëzi pas 4 vitesh ratisje. Një 52 vjeçar me shtetësi shqiptare i akuzuar për përdhunimin e një tërheje në një plazh të izoluar të Halkidikis në Greqi është arrestuar në Maltëzi 4 vite pas ngjarjes, raportojnë mediat greke. Sipas mediave greke, arrestimi u krye të mërkurën e kaluar pasi ndaj 52 vjeçarit ishte në fuqi një urdhër arresti evropian për akuzën e përdhunimit. Autoritetet greke kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Greqisë, ku pritet të dalë përpara drejtësisë. Ngjarja ka ndodhur në 30 maj 2022, kur viktima, e cila në atë kohë ishte 22 vjeç, punonte në një hotel të zonës, kishte shkuar në një plazh të izoluar për të bërë një banjë përpara se të niste turnin e punës, sipas dëshmisë së saj. Ndërsa qëndronte në plazh, autori u afrua dhe e nisi t'i fliste. Kur ajo i ktheu shpinën, ai dyshohet se e sulmoi nga pas, e goditi dhe e përdhunoi. Mund të mos kisha dalë gjallë, kishte deklaruar ajo pas ngjarjes.